Në kuadër të 100 vjetorit, Banka e Shqipërisë çeli ekspozitën Paraja rrëfen si pjesë të historisë dhe rrugëtimit të monedhës shqiptare në një shekull në Kalan e Argjiros në Gjirokastër, përmes dokumentave arkivor, objekteve, imazheve dhe rrëfimeve. Ekspozita ofroi një pasqyrë të plotë të zhvillimeve monetare dhe ekonomike të vendit. Ajo përshkruan në mënyrë figurative, dokumentare dhe nëpërmjet shpjegimit të objekteve, historinë monetare të vendit tonë. 100 vite, më shumë se 100 vite histori monetare, përpjekje institucionale për krijimin e një banke qendrore, për krijimin e një monedhe kombëtare të besueshme dhe në shërbim të publikut. Për gjitha këto arsye, monedha dhe kartë monedha duhen të ruhen dhe trajtohen me një dashuri të veçantë. Ato bëhen mbartëse pa dashje të kulturës, të historisë, të personaliteteve të shquara kombëtare dhe në këtë mënyrë përçojnë më shumë se sa histori monetare. Ato përçojnë histori, ato përçojnë institucionalizëm, ato përçojnë patriotizëm. Kjo ekspozit përmbledh periudha të ndryshme historike, duke filluar nga fundi i shekullit në 19 me përpjekjet ose mendimet e para të rilindasve tanë për krijimin e një banke kombëtare dhe rëndësinë që kjo ka në shtetëformimin e shtetit të ri shqiptar, dhe më pas vijon me periudha të ndryshme historike, duke kulmuar me vitin 1925 që është, siç e tham, themelimi i Bankës Kombëtare të Shqipërisë, i bankës parë kombëtare shqiptare, duke ardhur më pas deri në ditët tona. Ne jemi përpjekur që ta tregojmë këtë histori përmes koleksioneve tona, sigurisht në më së shumti në kartë monedh, por edhe në monedh, në dokumenta historike, përmes personaliteteve të shquara të kombit, por edhe atyre që kanë punuar në bank. Kjo ekspozit pasqyruese u përshëndet edhe nga përfaqësues të pushtetit vendor, të cilët vlerësuan rolin e Bankës Qendrore dhe shtuan thirrjet për më tepër bashkëpunim. Në mënyrë shumë organike, duke i shkuar shumë qytetit të Gjirokastrës, si një qytet që ka ditur historikisht vlerën paras. Por sot Gjirokastra e shikon paran në këndvështrimin dhe në dimensionin historik. Sepse në periudha të caktuara, paraja ka treguar edhe historinë e kohës së saj. Periudha të lullëzimit, periudha të vështira, por gjithmonë me shpresën për më mirë. Gjirokastra në këtë vit ka përvjetorin e bankave të saj, e degëve të saj këtu në Gjirokastër. I shkon Gjirokastrës edhe në këtë periudhë të numrit të lartë të turistëve që tashmë ne kemi rutinë, sepse kjo pjesë e Kalas vizitohet, ta shikohet gjithë pjesa e historisë, por Shqipëria edhe shteti jonë nuk do kish kuptim edhe pa këtë memorie, pa këtë histori, pa paranë e vet. Ekspozita Paraja rrëfen do të qëndrojë hapur në Muzeun e Kalas së Gjirokastrës, duke ju ofruar të gjithë të interesuarve mundësinë për ta vizituar.